Drejtuesi i prokurorisë së posaçme pati një bisedë me përfaqësuesit e ambasadës amerikane dhe misionit Obdat të rikthyer në mbështetje të SPAK para raportimit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë ku ngriti shqetësim kryesor, sulmet politike me qëllim intimidimin ndaj prokurorëve që po hetojnë korrupsionin dhe krimin organizuar. Institucioni është ndeshur her pas here në sulmin e subjekteve politike, mediave dhe patjetër ne kemi përballuar vetëm në mënyrë ligjore. Në përgjigje të shqetësimeve të ngritura edhe nga kryeministri Edi Rama për rastin e Erion Veliajt, Dumani paralajmëroi se së shpejti kush do të përballet me pyetjet e SPAK do të regjistrohet me zë dhe figurë. Është parashikuar në godinën e re dhoma të veçanta për pyetje dëshmitarësh dhe dëshmitarët do pyeten vetëm ato dhoma të veçanta, duke u regjistruar dhe audio dhe video. Statusi pas përfundimit të mandatit 9 vjeçar mbetet shqetësim për prokurorët special. Dumani kërkoi ndryshime kushtetuese për mundësinë e rikandidimit. Propozimi i prokurorëve të prokurorisë posaçme është që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe ligjore me qëllim që prokurorëve të prokurorisë së posaçme në mbarim të mandatit 9 vjeçar t'u jepet mundësia për të rikandiduar sërish në prokurorinë e posaçme. Theksoi raportimet e ulta nga institucionet. Shifrat janë konkrete dhe ato flasin vetë për rënje shqetësuese apo numri i ulët pakën si ka besojmë. Fakti është që ka një ulje të numrit të referime nga institucionet shtetërore. 33 zyrtar janë vënë në akuzë nga SPAK për vitin 2024, 19 nga të cilët tashmë po gjykohen. Sa i takon luftës kundër korrupsionit, janë hetuar një numër i konsiderueshëm zyrtarësh të lartë. Gjatë vitit 2024, siç shihet edhe në raport, janë në hetim 33 ish zyrtarë të lartë, ku 2 prej tyre janë të regjistruar në 2 procedime të ndryshme secili. Nga këto 33, 19 zyrtarë janë dërguar për gjykim në gjykatë, duke përfaqësuar 52.9% të rasteve. Nxjerrja para drejtësisë të ashequajturve çunat e Dubait mbetet sfidë për SPAK. Vazhdon dhe mbetet problematike çështja e mos ekstradimit të shtetat shqiptar të legalizuar apo arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, siç është argumentuar në raportet e mëparshme vjetore të SPAK dhe sidomos ato për vitin 2023, dhe marrë në konsiderat këtu që është të shtuar numri i shqiptarëve të cilët kërkohet të ekstradohen nga Emiratet e Bashkuara. Duke raportuar për rritjen e çështjeve të regjistruar për gjatë vitit 2024, kreu i SPAK ngriti shqetësim edhe për të zgjatjet e proceseve gjyqësore. Gjykimet para gjyqtarit të seancës paraprake zgjasin 6 muaj, 4 muaj, 9 muaj, ka patur edhe 12 muaj. SPAK funksionon që prej 5 vitesh, por Dumani kishte një mesazh të qartë në përmbledhje të punës së bërë. Plot dhe garanton një pavarësi të plot të prokurorëve të prokurorisë së posaçme nga çdo ndikim i jashtëm. Ne